Këta po e vazhdojnë blokadën e krijimit të institucioneve në vend se të kërkonin një kandidat apo kandidate tjetër. Kandidatja e cila ka dështuar disa herë radhazi që do dështojnë edhe sot, e besoj edhe pas nesër dhe kur herë tjetër, nuk mundet me qenë më e rëndësishme se sa krijimi i institucioneve, konsolidimi dhe materializimi i verdiktit dhe votës shtetare të datës 9 shkurt. Andaj, rrugdalja është tashmë e qartë. Lëvizja Vetëvendosje duhet ta gjeni kandidat apo kandidate tjetër, sepse kandidatja që ka dështuar do dështoj përsëri për të marrë shumicën, dhe unë besoj që nuk duhet ta lajnë peng Kuvendin e Kosovës, por edhe qeverinë e ardhshme, për shkak të tekeve, qofshin ato edhe problemet mbrëmshme apo çka do tjetër. Po i ftoj edhe një herë që ta ndrojnë kandidatën se nuk kalon. Ai kanë edhe 47 tjerë. Ka marrëveshje politike për kryetarët e kuvendit. Kryetari i kuvendit dele propozon, i merr votat dhe ecë përpara. S'ka shumica parlamentare e sjell marrëveshjen. Na s'kemi marrëveshje këtu. As kemi me bo marrëveshje, as në asnjë formë me Lëvizjen Vetëvendosje nuk mundemi me pas marrëveshje. Shumica parlamentare duhet mu kriju. Nëse s'janë gjendje me kriju shumicën parlamentare, ne duhet me zgjedh opsione tjera, qofshin edhe zgjedhjet e reja.